Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Vëllezër dhe motra, sot jemi në fshatin Taraxhas. Në fshatin e vjetër, në fakt, sepse Taraxhasi i ri është poshtë. Këtu është një fshat i braktisur ku shtëpit, pra pothuajse janë rënuar të gjitha. Është një fshat që nëse vjen në darkë të duket sikur është fshat fantazmash. Këtu jemi në hyrje të fshatit Taraxhas, pra Taraxhasi i vjetër. Dhe këtu ka qenë qendra e fshatit. Dihet, ku është uji, është edhe qendra. Shohim qezmet e dikurshme, sot nuk është ndoshta ai uji i dikurshëm, por që më mrapa është rregulluar përsëri dhe po të shohim një qendër e madhe, e gjerë, rapi në mes të fshatit. Rapi tjetër i cili është shumë më i vjetër se sa ky dhe një godinë e cila më bëri përshtypje në fakt dhe nuk arrita ta kuptoj se çfarë është fiks ajo. Do t'i shkoj nga afër për ta parë se më duket pas ka një tabel aty të shohim se çfarë është kjo godinë. Atëherë, Alem Mehmeti nuk lexohet 1930. Alem Mehmet Taraxhasi. Me sa duket është varri i tij, i cili edhe ky është i hapur nga lart. Ajo që më bëri përshtypje, vëllezër dhe motra, në këtë fshat është se varrezat janë ndryshe nga varrezat e tjera. Afro pak, po të shohim, ja, shikoni këtë varrin tjetër këtu, dhe shumë të tjerë të ngritur si puna e këtyre ishin brenda në fshat. Pra me sa duket i kanë treguar një rëndësi të veçantë varrezave në atë kohë dhe i kanë ruajtur në këtë mënyrë. Shohim pllaka të gati të rana për tokë, të thyera. Si të shohim dhe brenda nëpër fshat, pra kullat dhe qytetrimin që ka pas ky vend. Tani do shkojmë drejt një varri që është ndryshe nga të gjithë të tjerat. Ndoshta keni parë varre të bukura të skalitura me gur të perandorisë osmane apo të perandorive të tjera, por ky varr ka një veçanti. Ka një panoramë të bukur, por edhe një gdhënie shumë të lezetshme. Të shohim se çfarë është ky varr. Siç e shikoni, muret e vjetra të këtij vendi, pra të fshatit, janë tregues të historisë këtij fshatit dhe kur dalim këtu, pikërisht te ky varri, përballë varrit, nëse do shohim, është minaria, pra xhamia e vjetër e këtij fshatit. Vim tek varri këtu. Nëse e shohim këtu është gërmuar me pretendimin për të gjetur atë çfarë kanë menduar për të gjetur ata që kanë ardhur dhe kemi varrin këtu. Guri i varrit është këtu, do mundohemi ta lexojmë. Ndoshta direkt nga lart nuk e lexoj të gjithën, por do marrim nga një rresht aty ku thotë Avlonja kasabasından Taraxhas karyesi. Nga qyteti i Vlorës, pra kasabaja që i kanë thënë atëherë, fshati Taraxhas. Eshrafëndan, nga njerëzit e nderuar të këtij fshatit, Alim Aga'nın pederi. Iyati i Alim Agait, el merhum, Allahu e mëshiroft, El Haj Muhammed Aga,
Haxhi Muhammed Aga bin Ali, i biri i Aliut, Aga'nın ruhu için Lillahil Fatiha, pra i biri i Aliut thot Haxhi Muhammed Aga, i jati i Alim Agait, nga Tarajasi, viti 1324, që i bie diku para 120 e sa viteve me kalendarin hënor. Pra, ka qenë vendali i këtij vendit, ndër të pasurit, pra ndër të veçuarit e këtij fshati, dhe siç e shohim, varri është, pra, ndoshta edhe në modelin e tyrbes, por që i hapur. Më tutje do shohim edhe pjesë të tjera të fshatit, që është interesante, për momentin këtu e shkëpusim. Atëherë, si që thash, në këtë fshat, pra, ka gjurmë qytetërimi, ka gjurmë të një mirëqenie të kahershme. Si që shohim, muret janë të larta, dhe kjo tregon për pasurinë që kanë pasur këto familje. Pikërisht, shikoni muret, dhe të shohim pjesën këtu që është, pra kjo tregon se ka qenë një kull agallarësh, tamam me kuptimin agallarësh. Shikoni shkallët me hark, si që kanë pas dikur, dhe ngjitja atyre për në katin e dytë të asaj kohe, duket që ka qenë një kull e madhe. Harqet e dritareve, pra, të asaj kohe janë 3 harqe, ku tregon se kati i dytë ka qenë i banueshëm, dhe harku kryesor, me sa kuptohet, është edhe dera kryesore e kësaj kull. Nga brenda për momentin, pra, sot nuk shëtit dot, për arsye se është prishur e gjitha, por që shikojmë një qytetërim, pra, tek ky vend. Shohim pjesën e brendshme në katin e parë. Shikoni të nderuar çfarë strukture, ku shohim, pra, vende, harqe, shohim mure të larta, dhe hajde kalojmë pak këtej në krahun tjetër. Dhe pikërisht këto mure të mahnisin. Të mahnisin sepse tregon një vend që me të vërtet dukesin prallë. Shikoni muret e larta, pemet të cilat tashmë i kanë mbuluar këto mure, dhe kjo nuk tregon asgjë tjetër, vetëm se atë që ata kanë pas dikur, por që ne sot thjesht i shohim si histori. Dhe kur shohim panoramen e detit nga këtu, nuk më mbetet gjë tjetër vetëm se t'ju jap të drejtë për mënyrën se si e kanë zgjedhur për të jetuar ata agallar, ata njerëz të cilët kanë qenë në atë kohë këtu. Vëllezër, e shkëpusim. Ky fshat ka histori, ka bukuri, por tregon që ka pas dhe pasuri. Shikoni hyrja këtu, dhe këtu na del përpara një hark ku është goxha i çuditshëm dhe i mirëmbajtur. Mund të jetë përdorur për magazin në atë kohë, ose për bagtit. Jashtë është vap, por këtu ka një freski ku nuk ke nevojë për asgjë tjetër, vetëm se të lësh produktet tuaja, perimet, frutat, dhe nuk e ndjejnë vapen. Por pse jo, edhe bagtit ndoshta në atë kohë i kanë mbajt. Dhe kjo na tregon diçka tjetër, që pra nga hyrja është futur, dhe pastaj ka vazhduar për në shtëpinë lart, sepse çfarë shohim këtu? Shohim që nga kati poshtë dalim për në katin e dytë, dhe shohim dritaret e shtëpisë, ku shohim pjesën e balkonit, dhe shtëpia pastaj vazhdon tutje lart. Kamera do ju tregoj tani pjesën e shtëpisë, ku duket se është ndarë në dhoma, dhe ka qenë goxha shtëpi e madhe.
Pra si që thash, vëllezër dhe motra, ky fshat ka qenë i harmonizuar me njëri tjetrin. Nuk arrin ta kuptosh ku mbaron muri i një shtëpie dhe ku kalon në shtëpinë tjetër. Nga një herë mahnitesh nga bukuria e murit sa që thua, a është korridor apo është pjesë e lagjes. Sa dolëm nga njëra shtëpi, nuk hedh dot as dy hapa dhe futemi tek një shtëpi tjetër. Një shtëpi përsëri mahnitse me madhështinë e saj që ka pas. Shikoni pak harkun, i cili është hyrja e shtëpisë, dhe unë nuk do hyj nga andej, por do ju tregoj në këtë mënyrë. Shikoni, po të shikoni mënyra se si është thurur muri, pra është një zanat i vërtet. Dhe mund të thoni ju, pse janë shkatruar? E ne shqiptarët më mirë se të shkatrojmë nuk dim asgjë tjetër. Prandaj e kemi lënë në këtë mënyrë. Siç thot një histori, e si mos flasësh për gjurmët e qytetërimit në këtë vend, ku çdo gjë tregon se ka pas qytetërim. E një ndër gjërat që tregon qytetërimin e një vendi është pikërisht, shikoni, ky ullinj është shekullor. E si që përmend vetë Zoti në Kur'an, ullirin dhe fikun janë shenje jete, janë shenje bereqeti, janë shenje që këtu ka pas një jetë intensive, një jetë plot gjallëri. Të shohim pak nga brenda pjesën e një kulle tjetër. E janë pas meja. Të dalim nga krahu këtej, që të shohim këtë kullë. Si që shikoni, kjo është njëra kullë dhe kulla tjetër. Pra shikoni harmoninë që kanë patur me njëra tjetrën. Shikoni kullën tjetër lart. Nga këtu shohim që njëra shtëpi ndalon aty dhe tjetra fillon këtu. Një ndërthurje shumë e bukur. Të shohim nga pjesa lart e lagjes ku vazhdon me shtëpitë e saj. Dhe këtu shohim një bukuri të rradhë. Afro, shikoni, këto janë shtëpit, kullat ku kanë jetuar, dhe duke u ngjit kameramani na tregon se çfarë panoramet ka pas ky vend. Atëherë, si që thamë, kullat e bukura, kullat e veçanta me hyrje me katë të parë dhe të dytë. E tani jemi përsëri përballë një kulle shumë të bukur, interesante, dhe eja të shohim nga brenda se çfarë bukurie ka. Shikoni hyrjen e kullës. Shikoni çfarë harkut, çfarë hyrjet kanë bërë. Dhe kur futesh brenda ka një freski, por edhe të mahnit bukuria e saj. Shikoni sa preciz kanë qenë në ndërtimin e mureve, dhe kur futesh brenda, nuk të ngelë asgjë tjetër vetëm se mahnitesh. Shikoni si kanë punuar pjesët e murit për të ruajtur gjërat, pra dollape brenda në mur. Siç themi sot ne shikoni se çfarë bukurie, çfarë ndërtimi është bërë.
Kjo është pjesë e oxhakut. Dhe është e hapur. Pra, këtu ka qenë kati i dytë, siç e shikoni. Pra, pjesët e gurve ka qenë kati i dytë, pjesa poshtë, hyrja nga poshtë dhe pjesa lart e ka pas hyrja nga lart. Dhe këtu ka qenë oxhaku. Dhe shikoni kolonën e gurit sa është bërë për të majtë katin e dytë. Besoj se as pallatet që janë nga 20 kat sot nuk e kanë këtë lloj kolone. Tani nga njëra hyrje kalojmë tek hyrje tjetër. Shikoni, pra këtu është hyrje në dhomën tjetër, nga poshtë, e njëjta ka qenë edhe nga lart. Siç e shohim, pra janë shtëpi të mëdha, kanë qenë 2 katëshe dhe të dyja me hyrje me harqe. Edhe këtu jemi pikërisht tek xhamia që ju tregova nga larg. Pra këto janë muret e xhamisë. Dhe këtu është mihrabi, pra vendi i imamit. Ka qenë një xhami e vogël për fshatin. Ja shohim. Ja, dhe panorama këtej. Atëherë duke ju uruar një ditë të bukur, po ju lënën pamjet madhështore të këtij fshatit historik. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe bekimi i Zotit qoftë mbi ju.